Nëse po kalon një periudhë vështirë të jetës tënde dhe dëshiron ta ndryshosh, kam një dhuratë për ty. Shnoj mirë këto 2 data, 31 maj edhe 1 qershor. 31 maj do kemi eventin ton në Shqipëri, në Tiranë, te Hotel Dorositi, ku do fillosh të hedhësh hapat e para për të kujdesur për veten, hapat e para për të mbajtur sa më pastër trupin, mendjen dhe shpirtin. Data 1 qershor është dita botërore e fëmijëve dhe t'ja dedikosh vetes tënde. Pra të shkosh atje ku ke qenë fëmijë, 5 vjeç, 6 vjeç, 7 vjeç, ku ka qenë ndër momentet e fundit që e kishe sa më pastër trupin, mendjen dhe shpirtin, para se të rriteshe pra dhe të filloje ta ndotje sa më shumë. Të vesh edhe të rikujtosh ato momentet dhe të zgjosh ato ndjesi dhe ato emocionet e bukura që ke përjetuar në atë periudhë. Kjo gjë do të ndihmoj shumë të hedhësh hapat e para për të marrë jetën tënde në dorë, të ndalosh duke bërë gjërat që të dëmtojnë dhe të fillosh të kujdesesh për veten tënde dhe të fillosh të vësh në vend të parë veten. Ti bër këtë dhuratë vetes tënde, rezervo vendin tënd në këtë link që do dërgoj në fund videos dhe të takohemi në Tiranë dhe të fillosh të hedhësh hapat e para për të kujdesur për veten.